Zonja Flora, mundesh më na tregu çfarë përbërës na duhen për me përgatit një baklava? Po, për me përgatit një baklavë, na duhen pezë, vaj, qumsht, kos, pak krip, miell, një florë për pjekje, arra, kutej, edhe normal shërbim. A mundemi me fillu me bo brumin? Një vezë komplet, këtë në vedhe dhe 5 kuqet vezë. Vetëm njëra do me thonë komplet, to tjera të... Vetëm në kuqet. Pak krep. Vaj. Një gotë vaja. Sa kohë duhet me përzi brumi? Brumi deri në 10 minuta. Deri në 10 minuta. A është sasia e caktuar e miellit sa duhet me ja vendos apo jo? Po, vetëm derisa të bëhet një brum i butë ashtu. Ta sheshome edhe në veslisë. Që sa ke fillu me u marrë me këtë biznes? Me këtë biznes kam fillu me marrë që 8 vite diçka. A ke fillu vetë apo? Po vetë në shtëpi e kam fillu. Njëherë ke fillu në shtëpi? Që sa kohë e ke hapë lokale? Lokalin e kam hapë që 4 vjetë tash. Në cilin kohë ke zakonisht ma shumë porosi? Normal verës. Verës. Kohën e verës ma shumë kam. Edhe po besoj që edhe për festat e Bajramit. Po, festat e Bajramit ka edhe për dashme, për shembull edhe për njësa i kështu. Tash brumin e qesur në tavolinë edhe e punoj me dorë. A ka ndonjë temperaturë të saktuar për përbërësit që duhet të rinë? Temperaturë të ambientit duhet me kanë. Do me thonë normale. Qësh janë çmimet e baklavave? Prej 20 euro deri në 35 euro. Do me thonë në 2 lloje. Tepsis, po, 2 lloje. Për cilave qytete merrni ma shumë porosi? Normal këtu në fushë Kosovë, në Prishtinë, po edhe prej venit atje ka e marrë prej Drenasit. Në veni kam shumë porosi. Sa persona i keni të punësuar? Për momentin 5 persona. Okej, a punojnë edhe ndonjë familjar bashkë me ty? Po, djalë do punon bashkë. Bëna me porosi edhe torte për ditëlindje, për dashme, për gjitha festat. Tasha, mundesh më na tregu momentalisht çka je duke bo zonja Flore? Tash jam të punu brumin. Për mu po pak kështu si ma elastik edhe për mu të fallu ma mirë. Sa kohë merr me përgatit të brumin? Deri në 10 minuta. Po këtë procesi sa gjatë? Këtë procesi i baklavës.
Do me tha brumit një 10 minuta që ashtu për me të hollu deri në gjysore. Edhe pjekja tani normal 2 deri 3 minuta. Tash çka kemi më bë? E ndojmë brumin në kuleç. Sa kuleçi ndoni? Deri në 60 kuleç dalin peshë ti brumi. Deri në 60 për këtë tepsia. Për tepsin 46 deri 48 cm. Ama këtë veç kuleç t'i la, me pushu. Sa duhet me pushu? Një 20 minuta, qështu. Pa shkajnë tu? Dhe të formu kuleçt edhe i lanë tash me pushu. Tash i lana me pushu, i pëmbra përsisht 20 minuta. Tash brumi ka pushu mjaftueshëm edhe fillojna me të hollu. Unë bëj ka 6 drita për një herë. Njëherë duhet me i fut në mjella. Në sheste. Në sheste e bërë. Shqesim pistë të mes. Sa porosia i merrni kryesisht në gjatë bajramit? Gjatë bajramit kryesisht e marrëm deri në 100 deri 120 porosi. Sa i përgatitni brenda ditës? Deri në 10 baklava mujna me përgatit brenda ditës. A të ndihmon dikush apo vetë? Jo, krejt vetë bëj. Porosi të tortëve a keni? Po kemi edhe porosi torteve. Zakonisht porositë ma shumë trileqe, torte me keksa dhe vishnje çokoladë, shtutri, vajtur. Shtutria janë më të preferume, ta? Për bajram. Do e tjera, ama shtutria janë ma preferume. Tash i kena tallu gjysën e betave edhe ja qesim arrat. Ja qes 300 gram arrat.
Ta shikojnë atenjen e baklavës. Sheqes pekerin. Tash baklavën e pjekum në 125 gradë për 2 deri 3 orë. Tash baklava është pjek edhe është ftoftë. Ja qesim shërbetin. Sa do të më ndaj kështu? Një natë të në për me marrë shërbet. Po sa ma shumë që trenë baklava në shërbet, pas ma një do.